Përshëndetje, ju lutem votoni për Roksana Kosti në këtë sondazh. Është vajza e një miku tim, çmimi është një bursë për arsim falas për një vit. Ky tekst i shoqëruar me link ka mbërritur në WhatsAppin e shumë shqiptarëve. Shpesh vjen nga njerëz që njihni, miq, koleg, por edhe profesor. Prej mashtrimit të ra edhe Sonila, e cila mori një mesazh të tillë nga pedagogja e saj, me që ajo kishte vajzën balerin, mesazhi i duke i vërtet. Linku nuk hapi nga telefoni, ndaj Sonila vendosi ta hap nga kompjuteri. Aty i kërkohej një kod dhe sapo e futi, WhatsApp-i i saj u bllokua. Papritur u dërguan në 10 mesazhe nga llogaria, më pas ajo u mbyll dhe mora telefonata nga njerëz që kishin marrë mesazhet, tregon Sonila. Sulmi phishing është një formë e njohur e mashtrimit, në të cilën një aktor keqdashës paraqitet si burim legjitim, si një koleg apo i njohur i juaj. Eksperti IT-së Besmir Semana i thotë se këto grupe ndajnë rolet mes programuesve dhe aktorëve që komunikojnë me viktimat për përfitim financiar. Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike njoftoi se po punon për rikuperimin e llogarive, pasi shumë qytetarë janë ankuar për këtë mashtrim. Edhe grupet të policisë në WhatsApp kanë qenë viktima të këtyre sulmeve. Policia apelon qytetarët që t'i fshin dhe të mos kryejnë asnjë veprim. Në shënjesër të sulmeve kibernetike ishte edhe SPAK në mars të vitit të 2025. Hakerat u përpoqën të hynin në emailët e prokurorëve të posaçëm.